Në ambientet e Divine Mercy University, Komuniteti Shqiptar Amerikan u mblodh në mbrëmjen e 12 janarit për të mirë pritur Dr. Eris Rusin dhe protagonistin e librit të tij, Beqir Potkën, një figurë frymëzuese e diasporës i cili nga feri i regjimit komunist arriti ndërtoi me punë besim pa lëkundur ëndër në amerikane. Takimi u hap në Tony McDonald, përfaqësues i universitetit, i cili përgëzoi autorin dhe protagonistin për suksesin e librit dhe theksoi misionin akademik e human të institucionit. Të pranishmit gazetar, pedagog, aktivist dhe komunitar dhe student gjuhës shqipe e shkencave politike ndoqën fillimisht një dokumentar të shkurtër kushtuar jetës së Potkës. Më pas nën moderimin e autores Merita McCormack, u zhvillua një bisedë e hapur mbi historinë tronditëse të ratisjes nga Shqipëria komuniste që Potka e përjetoi mes rrezikut, pasigurisë dhe një udhëtimi të mundimshëm drejt lirisë. Libri pasqyron jo vetëm kalvarin e tij personal gjatë 2 viteve në Greqi e më pas, por dhe transformimin e tij si biznesmen në Nashville, duke bërë pjesë e një figure më bashkuese dhe bujare të komunitetit shqiptar në Amerikë. Dr. Rusi solli fragmentet të librit si dhe poezi të Atit Skënder Rusi, poetit e njohur të dhimbjes së bukur. Ndërsa vetë Potka ndau momente prekse në mesazhin e tij të pandyshueshëm, gjithçka është prej perëndie. Ngjarja mbyll me një darkë të përzemërt pranë universitetit me ndarjen e certifikatave të mirënjohjes për miq të ardhur nga larg, duke reflektuar harmoninë e komunitetit shqiptar në Mërgat.